Javë më parë, Beqir Vokshi humbi jetën në këtë vend punishte zhavori. Një mjet i rëndi punës, dyshohet se 43 vjeçarit i ka rënë në kokë derisa ishte i angazhuar në këtë kompani për lërjen e mjeteve të punës. Për rastin tragjik të 29 prillit në Glaviçicë të Pejës, hetimet janë duke vazhduar intensivisht. Së fundi po dyshohet se provat e rastit janë manipuluar. Pas ngjarjes tragjike, një familjar i pronarëve të kompanisë dyshohet se ka ndëruar mjetin i cili ka shkaktuar vdekjen e punëtorit, si dhe ka ndërhyrë në kamerat e sigurisë. Nën këto dyshime, organet e rendit janë vënë në lëvizje. Personi me inicialet APR është arrestuar. I njëjti dyshohet se ka bërë manipulimin e provave, në mënyrë se të mshefën provat që mos të zbulohet në detaje kjo vepër penale, dhe për këtë çështje është ndaluar për 48 orë dhe janë ndërmarrë veprime hetimore ndaj tij dhe njëkohësisht veprime ligjore, me radhë është ndaluar 48 orë dhe është parashtruar kërkesa për caktimin e masës së parabulgimit. Zëdhënësi i prokurorisë themelore të Pejës, Shkodra Nikçi, tregon se dyshimet për këtë vdekje erdhën pas disa ekzaminimeve që u bën provave. Përveç Policisë Kosovës, 2 prokurorëve të shtetit dhe Inspektoratit të Punës janë kryer ekzaminimet e nevojshme, janë siguruar disa prova, të cilat më pas janë ekzaminuar, dhe nga ato ka rezultuar se ka pasur manipulim të provave, dhe njëkohësisht është gjetur një armëvajtje pa leje, duke pasur se ka pasur manipulim të provave në këtë rast, as të ndjeshëm ku ka humbur jetën një person, menjëherë është arrestuar ky person. Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës, ky rast është i kualifikuar si hetimi vdekjes, manipulimi provave dhe armëmbajtje pa leje.